Psalmi 150. Jeta që lëvdon Zotin. Çdo frymarrje është lavdërim. Psalmi 150 është një nga, le të themi, është psalmi i fundit në fakt. Ka diçka shumë të bukur në faktin se Bibla pas 150 psalmësh, plot me lot, ankesa, frikë, gëzim, dyshim dhe besim, vendos ta mbyll librin e psalmeve pikërisht me këtë psalm. Psalmi 150. Psalmi 150 nuk kërkon asgjë nga Zoti, nuk thot më shpëto, nuk thot më ndihmo, nuk thot pse o Zot, thjesht thot lëvdoje, lëvdoje, lëvdoje. Nëse do ta lexoni me kujdes këtë psalm, do të shikonim që fjala lëvdoni përsëritet 13 herë vetëm në 6 vargje të vogla. Dhe në fakt kjo nuk është rastësi. Është sikur shkrimtari i psalmeve pasi ka kaluar nëpër çdo emocion njerëzor të mundshëm, nga thellësia dëshpërimi deri te maja e gëzimit, arrin në një përfundim të thjeshtë. Gjithçka në fund çon te lavdërimi i Zotit. Dhe kjo është arsyeja pse ky psalm flet aq fort sot, sepse jeta jon gjithashtu kalon nëpër ankesa, lutje, frikë dhe shpresë. Por destinacioni final, ai vend ku Zoti na thret, arrin është lavdërimi, jo si një ndjenjë kalimtare, por si një mënyrë të jetuarit. Po të lexojmë vargjet 1 deri në 6 së bashku. Aleluja. Lëvdoni Perëndin në shenjtoren e tij, lëvdojeni në kupën qiellore të pushtetit të tij. Lëvdojeni për mrekullitë e tij, lëvdojeni sipas madhështisë së tij. Lëvdojeni me tingullin e burive, lëvdojeni me tingullin e harpes dhe me qeste, lëvdojeni me darje dhe me val, lëvdojeni me vegla, me tela dhe me frym, lëvdojeni me cembale tingëlluese, lëvdojeni me cembala kumbuese, çdo gjë që merr frym të lëvdoj Zotin. Aleluja. 4 pyetje pra që marrin një përgjigje është ku lavdërohet Zoti? Kudo pra, në tempull. Pse lavdërohet Zoti? Për veprat e tij dhe për madhështinë e tij. Si lavdërohet Zoti? Me të gjitha veglat, me gjithë veten. Kush e lavdëron Zotin? Çdo frym, çdo qenie e gjallë. Pyetja e parë, ku lavdërohet Zoti? Vargu i parë na thret, lëvdojeni në shenjtërinë e tij, lëvdojeni në kupën qiellore të fuqisë së tij. Psalmisti fillon duke na treguar dy vende, shenjtëria e tij dhe kupa qiellore. Njëri vend është i afërt, tempulli, vendi ku populli ndidhet për të takuar me Zotin. Vendi tjetër është i largët, i gjerë, i pakufishëm, qielli, gjithësia. Psalmi 150 nuk është thjesht një poezi e bukur, është një mesazh i fortë lavdërimi. Nuk ka kufi gjeografik. Nuk mbetet mbyllur brenda mureve të një ndërtese, fillon në vendin e shenjtë, por nuk ndalet aty, përhapet deri në qiell. Mendo për një moment për jetën tënde. Mendo se lavdërimi është diçka që bën kur je në kish dhe pastaj e fik mendjen, trurin tënd, zemrën tënde kur del nga dera. Davidi shumë kohë para se të shkruante këtë psalm, kishte shkruar tashmë të lëvdoj 7 herë në ditë për gjykimet e tua të drejta. Vargu 64 të psalmi 119. Vini re, Davidi thot 7 herë në ditë, jo një herë në javë, por 7 herë në ditë. Lavdërimi për Davidi nuk ishte një ngjarje, ishte përditshmëria e tij. Ai lavdëronte Zotin kur ngrihej nga shtrati, kur ecte në fush, duke kullotur delet, kur ishte rrethuar nga armiqt, kur kishte bërë gabime të rënda dhe kur festohej në fronin e mbretërisë. Kemi Palin, shumë shekuj më vonë, e thotë të njëjtën gjë, gëzoni vazhdimisht në Zotin, po përsëris gëzoni, Filipianët 4:4. Po të vëmë re fjalën vazhdimisht, Pali ishte në burg kur e shkroi këtë letër. Nuk ishte në një moment të lehtë të jetës, por pikërisht nga burgu ai thret njerëzimin të gëzohet pa pushim. Kjo na mëson diçka të rëndësishme. Lavdërimi nuk është i kufizuar nga vendi ku ndodhesh, nga rrethanat që po kalon apo nga ora në kalendar. Lavdërimi mund të duhet të mbush çdo cep të jetës. Pse lavdërohet? 2 arsye që nuk varen nga rrethanat e tij. E para është për veprat e tij dhe e dyta është për madhështinë e tij. Të ndalemi pak tek vargu 2 dhe ta lexojmë së bashku. Lëvdojeni për veprat e tij të fuqishme, lëvdojeni sipas madhështisë së tij. Këtu psalmisti na jep 2 arsye të ndryshme për lavdërimin dhe dallimi midis tyre është më i thellë se sa duket në fillim. E para, lëvdojeni për veprat e tij. Kjo do të thotë lëvdojeni për çfarë ka bërë, për krijimin e botës, për shpëtimin nga Egjipti, për mrekullitë, për përgjigjet ndaj lutjeve, për shërimet, për punët e gjetura, për familjet e ribashkuara, për borxhet e shlyera. Kur Zoti vepron në jetën tonë dhe e shohim me sy tan, është krejt natyrale dhe e drejta lavdërojmë për këto vepra. E dyta është, dhe kjo është më e thellë, dhe thot lëvdojeni sipas madhështisë së tij. Tani te kjo pjesë jo për çfarë ka bërë, po për çfarë ai është ose për cilin ai është. Ai
dhe madhështia e tij nuk varet nga asgjë që ndodh në jetën time. Edhe nëse asgjë e mirë nuk më ndodh sot, Zoti mbetet i njëjti, Zoti i madh, i shenjtë dhe i plot fuqishëm. Shpeshherë ne mund të tregojmë dhe egoistë dhe të themi pse o Zot më kanë ndodhur këto gjëra, pse edhe mund edhe të zëmërohem. Profeti Habakuk në një moment më të errët të kombit të Izraelit, kur asgjë e mirë nuk dukej në horizont, shkroi këto fjalë që na shtrëngojnë zemrën. Edhe sikur fiku të mos lulëzojë dhe të mos ketë prodhim në hardhi, edhe sikur ulliri të mos prodhojë dhe ara të mos prodhojnë ushqim, unë do të gëzohem në Zotin, do të ngazëllohem në Perëndinë e shpëtimit tim. Habakuku 3, vargjet 17 deri në 18. Vedi, a e shohim do dallimin këtu? A e shihni dallimin? Habakuku nuk thot do të lëvdoj kur fusha të mbushet me grur, ai thot edhe se kur fusha të mbetet bosh, unë do të gëzohem. Pse? Sepse lavdërimi i tij nuk varet nga arat, varet nga vetë Zoti. Ky është lavdërimi i pjekur. Shumë prej nesh ndershmërisht e lavdërojnë Zotin vetëm kur na shkon mirë, kur i kemi gjërat në rregull, kur marrim atë që kërkojmë. Edhe themi aleluja, amen, qoftë Zoti i lavdëruar. Por kur lutja jon nuk merr përgjigjet që ne shpresojmë, heshtin. Psalmi 150 dhe profeti Habakuk na thërrasin në një nivel më të lartë. Lavdërimi që nuk varet nga rezultati, por nga vetë natyra, i cili është i mirë gjithmonë edhe kur jeta jon nuk është e lehtë. Kjo nuk do të thotë se gëzimi vjen lehtë në vështirësi, do të thotë se zgjedhim ta drejtojmë zemrën tonë drejt Zotit edhe kur lotët janë të vërtetë. Si lavdërohet Perëndia? Me gjithë veten, me 7 vegla dhe me një zemër. Lëvdojeni me tinguj, trumpete, lëvdojeni me harpë e me qeste, lëvdojeni me darje dhe valle, lëvdojeni me vegla, me tela dhe me fyej, lëvdojeni me cimbale tingëlluese, lëvdojeni me cimbale therrëse. Vargje 3 deri në 5. Tani vjen pjesa që shumë kujt i pëlqen më shumë, pjesa e veglave muzikore. Tek Psalmi 150 shikojmë që rënditen 7 instrumente të ndryshme, trumpeta, harpa, qestja, darja, që shoqërohet me kaq shumë vegla të ndryshme. A nuk do të mjaftonte vetëm një? Mendoj se psalmisti po na mëson diçka thelbësore. Disa njerëz lëvdojnë duke kënduar me zë të lartë, disa lëvdojnë në heshtje, me lot në sy, ndërsa lexojnë Biblën, disa lëvdojnë duke ngritur duart, disa duke u gjunjëzuar, disa thjesht duke buzëqeshur me mirënjohje. Asnjëra nuk është më e shenjtë se tjetra. Apostulli Paul e konfirmon këtë diversitet kur shkruan: Flisni me njëri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymore, duke kënduar dhe duke lëvdëruar Zotin në zemrat tuaja. Efesianët 5:19. Vini re duke kënduar në zemrat tuaja. Lavdërimi nuk ishte thjesht zë i jashtëm. Është gjithashtu një gjendje e brendshme e zemrës. Mund të lëvdosh me zë të lartë në stadium plot njerëz, ose mund të lëvdosh në heshtje. Të lëvdoj me gjithë zemrën time, do t'i tregoj të gjitha mrekullitë tua. Me gjithë zemrën, jo gjysmë zemre, jo me një cet vogël, po gjithçka. Ky është lavdërimi që Zoti kërkon, jo perfeksion në melodi, por sinqeritet zemre. Kush e lavdëron Zotin? Çdo frymarrje, çdo ditë, çdo frym le të lëvdoj Zotin. Ja ku arrim te zemra e gjithë psalmit. Vargu që na jep titullin e këtij mesazhi në hebraisht, fjala e përdorur këtu për frym është neshamah. Fjala e njëjtë që përdoret kur Zoti i fryu jetë Adamit në kopshtin e Edenit. Atëherë Zoti Perëndi formoi njeriu nga balta e tokës, i fryu në vrymat e hundës dhe i dha frymën e jetës dhe njeriu u bë qenie e gjallë. E vëmë re lidhjen, çdo herë që marrim frym jemi duke marrë diçka që na ka dhënë vetë Zoti. Në fillim të krijimit, frymëmarrja jo nuk është një gjë e parë si e dhënë, është një dhuratë e vazhdueshme çast pas çasti që Zoti na e mban gjallë. Le të mendojmë pak për këtë. Sa herë merr frym në një ditë, pa e vënë re, mijëra herë, dhe çdo herë që e bën është Zoti që po të mban gjallë. Jobi, njeriu që pësoi më shumë vuajtje se shumica e njerëzve, e dinte këtë realitet thellësisht, sepse fryma ime është në dorën e tij dhe shpirti i çdo njeriu të gjallë. Pra çfarë do të thotë kjo praktikisht për ne sot? Do të thotë se nuk duhet të presim deri sa gjithçka të jetë perfekte për të lëvdëruar Zotin. Nuk duhet të presim derisa problemet të zgjidhen, derisa marrëdhëniet rregullohen, derisa shëndetit na kthehen, derisa paratë na mushin xhepin, sepse përderisa po marrim frym kemi tashmë një arsye për të lëvduar. Vetë fakti që jemi gjallë, që Zoti na ka dhënë,
edhe një ditë tjetër. Nëse je duke dëgjuar apo lexon këtë psalm në një moment të vështirë, ndoshta po lufton me sëmundje, me humbje pune, me një marrëdhënie të thyer, me vetmi, me dhimbje që nuk shkon. Nëse je këtu, Psalmi 150 dhe shoqëruesit e tij, Habakuku, Jobi, Pali nga burgu, të thrasin gjithashtu dhe thonë, lavdërimi nuk është i ndaluar për ty, madje mund të jetë pikërisht ajo që zemra jote ka nevojë. Lavdërimi në vështirësi nuk është mohimi i dhimbjes, nuk është të thuash gjithçka është mirë kur nuk është. Është të thuash përkundër çdo gjëje, Zoti mbetet mirë, Zoti mbetet i madh dhe unë jam ende gjallë, sepse ai ende po më mban. Ky është lavdërimi i Habakukut, gëzimi që nuk varet nga fusha e mbushur me grur, por nga Zoti i shpëtimit. Apostulli Paul përsëri nga burgu shkroi këtë mënyrë: mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë me lutje dhe përgjërim, me falënderim, parashtrojeni kërkesat tuaja Perëndisë. Filipianët 4:6. Njeriu u krijua për të lëvduar Zotin, ashtu si zogu u krijua për të fluturuar. Çdo frym le të lëvdoj Zotin. Amen. Zoti ju bekoft dhe Zoti ju dhënë forcë. Zoti qoftë gjithmonë me ju në jetën tuaj, në momentet më të bukura edhe në momentet më të vështira. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë në gjithë secilin prej jush. Zoti ju bekoft.